Një grup kriminal i akuzuar për trafik droge drejt vendeve të Europës u godit nga ana e SPAK këtë të mërkur. 14 masa sigurie u lëshuan nga ana e gjykatës posaçme, nga të cilat u ekzekutuan 7, ndërsa 3 të tjerëve ju komunikuan në burg. Aksioni koduar rikthimi u zhvillua nga forca operacionale, ndërsa ushtrinë në disa qytete të vendit si Tiranë fushkrui për edhe zona të tjera. Me së ndaluarve është dhe djali ish deputetit të PS Rahman Raja, Recep Raja, si dhe 2 të afërm të tij, Gazmir Raja dhe Përparim Raja. Po ashtu prangosën edhe Marvin Pushati alias Marvin Kopliku, Agim Nina alias Lorenz Selmani, Zamir Alia alias Zamir Çoku dhe Sokol Qaja. Ndërkohë Aldo Gjini, Jani Çavo dhe Islam Sefa ndodhen në Qeli. Po ashtu vijon puna për kapjen e 4 të tjerëve. Ata janë Ervis Shuli, Bujar Sefa, Ajder Sefa dhe Vildan Baroku. Hetimet u kryen nga prokurori Adnan Xholi, ndërsa grupi doli nga përgjimet në aplikacionin e koduar SkyCC. Gjatë aksionit u kryen 12 kontrolle në banesa dhe ambiente të tjera në pronësi të 10 të akuzuarve. Ndërkohë sekuestruar një armëzjarri me municion, 7 celular, 4 automjete, një jelek antiplumb, një pal dulbi, 415.000 euro, 7.000 pound dhe 1 milion lek. Gjithashtu u bllokuan 2 armëgjau që mbaheshin me leje. Nga hetimet e deritanishme, SPAK ka ngritur dyshimet mbështetura në prova, se personat e dyshuar janë përfshirë në aktivitet të palishëm të trafikimit të lëndëve narkotike, nga Shqipëria drejt Malit të Zi me destinacion final Gjermanin, si dhe nga Shqipëria drejt Turqisë, por edhe nga vendet e Amerikës së Jugut drejt Bashkimit Evropian. Grupi ka vepruar gjatë vitit 2020, ku fillimisht ju sekuestruar në Mal të Zi një sasi prej 1722 kg marijuan, po në këtë periudhë pak ditë më vonë edhe në Holand këtyre personave sipas SPAK ju kap një ngarkesë me 475 kg kokain që vinte nga Ekuadori. Ndërsa episodi i tretë, për të cilën akuzohen, është një ngarkesë e vitit 2021 me 236 kg marijuan që po nisej drejt Turqisë. Hetimet u kryen me partner ndërkombëtar, ndërsa ndaj të akuzuarve rëndojnë 3 vepra penale, si ajo e grupit të strukturuar kriminal dhe trafikimit të lëndëve narkotike.